Për të garantuar sigurinë rrugore, por gjithashtu edhe për të ndikuar në uljen e numrit të aksidenteve rrugore, ka nisur në qytetin bregdetar të Vlorës projekti për vendosjen e semaforëve. Sipas informacioneve, janë 9 segmente rrugore që do të përfshihen në këtë projekt. Puna ka nisur nga aksi i Transballkanikës, i cili është një prej akseve më problematike në qytet. Firma e cila ka fituar të drejtën për realizimin e këtij projekti është Rafin, e cila ka nisur punën për krimin e kushteve për vendosjen e semaforëve në rrugën Transballkanike. Në Vlorë ka nisur edhe realizimi i projektit për vendosjen e semaforëve dhe pikërisht segmenti i parë rrugor ku ka nisur puna edhe për vendosjen e këtyre të fundit është pikërisht aksi Transballkanike, ndoshta një nga akset më problematike në qytet, por njëkohësisht edhe me numri më të lartë të aksidenteve rrugore. Ky projekt ka për synim rritjen e sigurisë rrugore në qytetin bregdetar të Vlorës, por gjithashtu edhe shmangjen e trafikut. Segmentet rrugore te të cilat do të vendosin semaforët janë Transballkanike, rruga Ali Demi, të gjitha segmentet që lidhen bulevardin me aksin Transballkanike, si rruga Kosova, Gjergj Arjaniti, Gjergj Kastrioti e të tjerë. Në Transballkanike do të vendosen në total 6 semaforë në secilën anë të rrugës. Pas përfundimit të punës në Transballkanike do të fillojë puna në akse të tjera rrugore. Projekti për vendosjen e semaforëve do të zgjasë 30 ditë. Ky projekt gjithashtu ka për qëllim shmangjen e trafikut në qytet, por gjithashtu edhe uljen e numrit të aksidenteve rrugore. Vlen të theksohet fakti që do të ndikojë edhe në ndërgjegjësimin e këmbësorëve të cilët kalojnë nga njëra anë e rrugës në tjetrën, duke u bërë burim aksidenti.